Kjo video është historia e familjes tonë të vogël. Unë, një vajzë me shumë ëndra, midis të cilave ishte të shkoja për të bërë masterin në Gjermani. Adhuroja që atëherë fotografitë e natyrës dhe muzikën. Gjithmonë e prirur drejtës së drejtës dhe dashurisë për të vazhduar shkollën për drejtësi. Edhe pse fillova shkollën për bank, sërish isha shumë e lumtur. Gjithmonë një adhuruese e kafshëve. Arritje madhe për mua ishte kur bëra udhëtimin tim të parë si një nga performueset më të mira të bankës. Dhe në fund të shtatorit të 2018-s, me sakrificet e familjes, arrita të realizoja ëndrrën për të vazhduar studimet në Gjermani. Edhe pse larg, festova 28-29 nëntorin, ashtu, vetëm, me detaje të vogla për të mos e ndjerë lagësinë. Festat me shoqërinë e huaj ishin gjithmonë të veçanta dhe ndryshe. Dhe papritur, dashuria trokiti. Në ato momente, ishim vetëm unë, ti dhe dashuria jonë që mposhte çdo paraqykim dhe diferencë. Ne të dy dhe udhëtimet tona ishin të panumërta për të parë dhe shijuar çdo copës të botës së bashku. Ishim ne të dy dhe momentet tona të bukura, sidomos në Worms dhe Mannheim. Në fillim ishim vetëm unë dhe ti. Koha vetëm për ne, aventurat vetëm për ne, çdo gjë e bënim bashkë. Ishim shokët e njëri tjetrit. Ishim pesë tim. Ishim vetëm unë dhe ti. Derisa momenteve të bukura të jetës tonë do i shtohej një bekim i madh. Ti bekimi unë i parë ishte një dhuratë nga Zoti. Unë dhe ti që bën foto të shtatzanisë së bashku. Domë së bashku blerjet për gender reveal. Dhe në 5 mars të 2023-shit mblodhëm mish tanë më të mirë të festuar së bashku me ne. Në atë kohë të gjithë ne student, dhe gender reveal e bëm në dhomën e përbashkët të konvektit studentor ku jetonim. We wish for a healthy baby. Exactly. And also all of you also And thank you very much for make a being little here. prayer for us so that having a healthy baby, right? Në jetën tonë erdhi Ajan, biri jonë, bekimi jetës, që na mësoi si ndërrohet pampersi, se si është qumshi nënës, se si bëhet dushi i parë, se si ishte nata e parë dhe netët pa gjumë. Na mësoi çfarë është dashuria dhe mshuria, pastërtia e shpirtit, sakrifica dhe sa e përmbushur u bë jeta me ty lirë. Kur mami dhe babi morën vesh që do bëheshin prindër, nuk kishin ato fotot profesionale, por ne të dy që bënin foto ku të mundim në Worms. Gjithkush dëshironte që ti të ishi i shëndetshëm. Bushi nuk ishte preferencë, por kur e mori vesh që do të jesh çun, më tha te zemra jam shumë i lumtur, çun i pari. Me ty mama besoi dhe beson që është mam çunësh, e ti je shoku më i mirë i vogël i jetës së mamit, dhe shoku i ngushtë i babushit që nga dita e parë. Por ndisni alarmet,
sepse Ajan do bëhet vëllai I madh. Familja jonë e vogël, larg familjeve tonë të mëdha, inshallah do rritet shumë shpejt. Ashtu si kurse në gender reveal-in e parë, me Ajanin, I kërkova doktoreshës që të më shkruante në një letër gjininë e bebit pa më thënë, sepse do përgatiteshim shumë shpejt për gender reveal, ku pjesëtari kryesor do të ishte Ajan. Dhe ky gender reveal ishte aq I veçantë sepse vendosëm ta bënim për Bajram, por të përfshinim vëllain e madh, Ajan, sa më shumë. Babi e nisi atë mëngjes Bajrami herët për të përlutjen me miqtë e tij, kunasolli dhe ëmbëlsira. Zbukurimet nuk ishin bërë akoma. Por mami kishte ndihmësin e saj shumë të fortë, Ajan, që ndihmoi mamin të frynte tullumbacat, por dhe tek tuk luante vetë me tullumbacat e fryra që shtoheshin. Të dyja ngjyrat, blu dhe pink. Hey, what are you doing? Tell Papa what are you doing? Wow! Bravo! Smile a little. Të ishte momenti të bëheshim gati për të festuar Bajramin të gjithë së bashku, sepse kishim të ftuar edhe miqtë tanë. Atë ditë, babi Kazo përkushtua të bonte ushqimin më të shijshëm dhe me bollëk. Dhe pasi hëngrëm të gjithë, ishte koha të zbukuronin balkonin ton me të gjitha dekoret për të zbuluar gjininë e bebit. Miqtë tanë të mirë nga Bangladeshi, që kemi studiuar dhe së bashku, na ndihmuan shumë. Por ndihmësi më I madh ishte vëllaçko Ajan, që kishte marrë tashmë përgjegjësitë e vëllait të madh, që dekori të dukej shumë bukur. Dhe si çdo gjë e bërë me dashuri, dekori doli shumë më bukur se që prisnim. Sido që të ishte ngjyra, Ajan do ishte vëllaçko I madh, dhe për këtë ishte shumë I lumtur. Edhe këtë gender reveal doja ta bëja në të njëjtën mënyrë për të gjetur gjininë e bebit, sepse doja dhe të mbaja kujtim sërish bluzat dhe të kishim I të përbashkët me të dyja dashuritë tona. Por në tablon e duarve, këtë herë do ishin dhe doçkat e birit me ngjyrën e gjinisë. Babi Kazo shpresonte për gocë, kurse biri kishte ditë që thonte sister dhe motër, por në atë ditë tha brother, vëlla. Ishte një moment I veçantë për ne të ishim me birin aty, por dhe me miq që na kanë qëndruar afër dhe gëzuan bashkë me ne. Hold them, we cannot wait there too long. Mama, now we will put the hands in the color and we will color, okay? We will put Njeriu jeton momentin dhe shpreson që ato momente të jenë aty për gjithmonë, edhe kur atëherë të harrojmë. Prandaj për mua ishte me rëndësi dhe të kisha gëzimin e tyre për gëzimin ton në një video. Make it funny. Adil will joke, no problem. Adil, please just don't tell any. Okay, come here. Come. I bismillah. Surprise! Here coming the red color. Color now, color. Yes, it's coming. Okay, come here. It's So time. you guys know. It's time to enjoy. Yeah, quickly. Okay, it's time to enjoy. I don't know where it is. Okay. Bismillah. Other hand. Other hand. Okay. Okay, now we start. What is it, Nisa? Ayan is here. Do it on Ayan. I do it on you. Now one more time. We'll put a little bit more color. Just minute, just 1 minute. 1, 2, 3. Oh, okay, no problem. Okay, no, dip again. Yeah. Okay. Yeah, Where is Ayan? Wait, did you color anything on me? Ayan, look here. Where is Erinesa? Put color on Mama, Mushe. Everywhere to Mama. Bravo. Bravo. Erin, will you color No, me or I not? think I need to You didn't color me, Ayan. Wait. Wait. Together. And this I will have Okay, when you, one. okay, I yeah. will give a count, okay? Okay, when you say 3, then we will open, okay? Okay. 1, 2, 2, 3. You go there. Take it and put them.
Put on the shirt. Oh boy, guys. You're gonna have a sister, mama. No, you. Only shirt there. Congratulations. It's a sister. It's a girl. It's a girl. Këtë herë, gëzimi gjithashtu ishte i madh, sepse dëshira ishte të kishim një miksim të dyja gjinive, edhe pse thellë brenda meje e ndjeja që është çun. Dhe kisha ndjesinë që jam mam çunash, ndjesi kjo që e kam deri sot. Middle. Okay. Oh, look, my hand, no. Now the other one? Okay. And here? Good job. Okay, then you want to do more and to put yours How more? happy I am, I can't. Alhamdulillah, how many times I prayed. Allah, please give me a girl. I saw my expression. You watched 1 month I thought it's a boy when I opened it. It's like a love shadow. E janë e shijoj shumë pjesën e ngjyrosjes, sepse ka qef ngjyrat, por sidomos pjesën e ngrënies së tortës. Ti do jesh gëzimi i shtuar i familjes, një bekim i dytë për ne, që ne mezi presim takimin në doçkat tona. Nga yt Ajan është mërzitur shumë këtë periudhë. Ai sa thot nuk e di çfarë të bëj tani, sepse loz e më pas ndalon, dhe për të ka ardhur koha që të ketë një shoqe, një shok për të kaluar kohë së bashku dhe që të ndaj makinat, librat, topat, plejdot e tij, topat e vegjël të verdhë dhe yjet e vegjël, të këpusni lule bashk, të luani plush në ujë, të mësoj biçikletën dhe të ndani makinat, të uisni lulet së bashku, të tregoj për rallën e lepurit dhe breshkës që i ka mësuar babi dhe të bëni fluska bashk, të kapi për dore dhe të vraponi së bashku, të shty me karrocë, vëlla e yt mezi të pret. Ne të gjithë mezi të presim, qofshë shëndetshme dhe arshë shëndetshme bija jonë e vogël. Ne të duam shumë dhe të presim ty, të gjithë së bashku. Zoti të bekoft, subhanallah, alhamdulillah, mashallah. Pressing the keyboard and you could listen how many she pressed. But for the most, unfortunately, I lost one. Në një moment të tillë dëshironim të kishim familjare sa do pranë, edhe pse larg fizikisht. Kështu që në WhatsApp kisha familjen time, që deri në një farë pike edhe për ta ishte surprizë gjinia, sepse nga shoqja jonë Hira pa dashje u mbulua pamja për ta. Pia jonë e vogël, nga gjyshërit e tu ke urimet më të mira, të ke shëndetin dhe të jesh e bekuar gjithmonë. Kurse Daja e dinte që të ishe gocë, dhe Tezja me zipriste që të blinte rrobat e para. Dhe Xhaxheropin u gëzua pa mas. Dhe disa foto për të shënjuar atë ditë. Dhe pas festës ishte koha për Eid Salami, ku të vegjëlit marrin dhurata nga të mëdhenjt. You say also thank you. Here, no. Dhe më pas dolëm të gjithë së bashku me miqt për ecjen e mbrëmjes, para se të thoni mirupafshim njëri tjetrit, dhe shumë faleminderit që ata ishin pjesë e gëzimit dhe gëzuan bashkë me ne. Të hënën vendosa që ta ndaj lajmin e shtazanisë dhe gjinin e bebit me kolegët e punës. Këto janë waffles që mora për tek puna, për kolegët më thënë, me mbushje me lule shtrydhe me ngjyrën pink, për të treguar gjinin e bebit dhe shkruajta një letër për ta.
një donuts roz nga Netto, se dua që t'ja tregoj gjininë e bebit, një kolege në bas të ngjyrës së donuts që më reagin. What do you think? Is a girl or boy? Girl. Is a girl? Why you think it's a girl? I don't know, I think it's a girl. Okay, open it. He's a girl. I was right. Yeah, it's a girl. It's a girl. What the heck Very is it? good, very Just a mix. good. Just for the mix. So now you're having one girl, one boy. Yeah. I will go soon.